Planet janë, na vetëm kemi nisë me komuniku me disa nga kompanit më të mëdha në Radovec, që me formu një buxhet stabil edhe nuk kemi planet mëdha ndoshta vitin e parë të inkuadrimit, po mundohemi me bëni një ekip të mirë solide që me mbajt një farë stabilitetin në Super League, edhe tani më tutje veç mbetet me pa. Po vetëm puna do të mja nisë me njëherë se nuk kemi kohë. Që kjo po më pëlqen. Që kjo po më pëlqen që prej tashit, do të thonë, keni fillu me menu për edicionin e ardhshëm. Ma herët se tjerë. Realisht ato skuadrat cilat vinë nga Liga e parë, këtyre i duhet pak ma tepër tash me dhonë në këtë momentum. Do t'jeni aty si një skuadra e Borës këtë edicion, pasi ka qenë befasi për të mirë këtë edicion Bora? Apo më shumë? Nuk e di, normal, dëshira është me qenë më shumë diçka, për tash të gjithë s'kam varë nga kualiteti i ligës, cili formohet vitin tjetër edhe gjithçka se qysh. Liga gjithë qysh Superliga ka më kone fort. Po. Që ka bresin prej juve, do të thëtë. Na mundim me ju premtu njerëzit që keme punu fort, keme mundu me formu një ekip të mirë, stabil, tjerat mbetet me pa. Kryetar, flasim pak edhe për idenë e zgjerimit ligës. Çka mendoni personalisht? Nëse zgjerohet liga dhe ju dhe Keku, a do të arrinit që t'i bëni ballë shpenzimeve të Superligës dhe e përmenda të krijoni një skuadër siç ishte Bora këtë edicion? Flas për dy skuadrat. Po, unë mendoj që nëse liga rritet është ma mirë, se ka më shumë lojë, ka më shumë hapësirë për lojtarët vendorë, nëse veç punohet në atë aspekt. Për ndryshe, na shpenzimet veç i dim, edhe ja kemi nisë më bo gati tash vetet. Bujar, çka mendon për